Po zoti Qafoku, si mund shkruaj letër vetvrasje e një person që vritet? Shiko, kjo është një pyetje shumë profesionale dhe shumë bravo, me të vërtetë ke bravo dhe kjo tregon që ti lexon mirë, je lexues i mirë, jo lexues thjesht romanesh për të kaluar kohën. Ajo letër ka një problem. Ajo letër, pyetja ime është si nuk ishte në arkiv do ishte dorë në një personi. Edhe kjo është një mister tjetër. Po bra. 2. Letra mund të jetë shkruar, jo mund të jetë shkruar, por në versionin tim është shkruar disa ditë më përpara. Është detyruar një version. E dyta, është detyruar të shkruaj. E treta, ai do të thënë autori, pra Mehmeti, kishte në plan që të shpëtonte vetëm familjen dhe brenda familjes ai kishte marrëveshjet e veta. Sepse bashorti e tij ka dalë në gjyqje dhe ka thënë që unë kam qenë poliagjent dhe bashkë me burrin tim. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që çështja është aq e koklavitur për të shkuar te autori sa unë në asnjë rreshtë dhe në libra dhe studimet e mia nuk kam shkuar te autori. Pikërisht për këtë arsye, sepse në radhë parë duhet të vërtetosh se ky është vrarë, sepse aty hyn ministri i shëndetësisë, Llami Zicishti dhe thotë, kjo nuk është vetvrasje, kjo është vrasje thotë. 1. E dyta, nuk lejohet bëhet autopsia, po ka kështu të mos bëhet autopsia dhe ti thua që jo kjo është vetvrasje? Që është provë, një provat.